Komandant në thinin flokët, ti po mbeti ri. Pak në ndrin ky diell i vokët, çprej kur i ke ti. Komandant, amanetit na vlon me gjik. Komandant na ikën vitet, ti po mbeti ri. Përjetësisht në na bashkoka e madha dashuri. Komandant, amanetit na vlon me gjik. Mirëmbrëma të nderuar shikues të televizionit publik të Kosovës, është ky emisioni special dedikuar ngjarjes më të madhe të historisë së Kosovës, së luftës së pashembull të familjes Jashari, që rezistuan për 3 ditë e 3 net ka një ushtrie që për qëllim kishte shfarosjen e shqiptarëve. Familja Jashari edhe sot mbetet një nga më të respektuarat në vend për kontributin e dhënë politik. Të rralla në krejt historit janë betejat e tilla për atë dhe si thuhet edhe në një këngë të Shaqir Cërvadikut, një familje kundër një ushtrie. Kjo luftë e kësaj familje të lagjun të pashlyeshme, sigurisht që do të kujtohet ndër gjeneratat. Për opinionin e gjerë, më 5-6-7 mars të vitit 1998, ishte e pamundur ndërhyrja në prekaz nga shokët bashkëpunëtarët e Adem Jasharit. Për shkak të rrethimit të qelik që kishte bërë ushtria policia serbe në prekaz. Po atë ditë u mobilizuan një kombë. Në mënyrat më të ndryshme u bën radhë të ushtrisë qëndrimtare të Kosovës. Por si e përjetuan, ku ishin dhe si e panë nga këndvështrimi i tyre këtë ngjarje, në studio me mua janë dy udhëheqës të UÇK-s. Esat Çollaku, shefi shtabit të brigadës 111 Adem Jashari, dhe Ferit Berisha, i njohur me novkën Shkupi, e pror i brigadës 111 Adem Jashari. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët në studio. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Para se ta nisim bisedën e cila ndërlidhet natyrshëm me rrëfimet e dy ushtarakëve që kemi në studio, do të shohim e dëgjojmë se çfarë tha Adem Jashari në këngën e Shaqir Cërvadikut.
këtë botë bajnë qudi, kush janë alturin servis. Te 6 lisat red pushtrimi, për Kosovë u val betimi. Për atë dhe e për atë të vetë, gryke topit s'tin qka qenë. Frangjijat kanë marrë flak, bjerë ma djallë pushke në gatë. Zduron flak u pështet për muri, robnit shkaupel, ced dhe guri. Dredh mustakun ham skreshniku, tujk nuk kangen tanë kun shkrini. Qka po thot Ahdemi Jashari, jam shqiptar ku Zotin më fali. 100 jet me pas thonë njona, për Kosovë, për Kosovë i falte tana, o i falte tana. Dalë qetnik mos merë yrysh, pse s'ke pyet bah beba qysh. S'kishin landre nic me hy, vjen me tanke shkon pa kry. Mos harro Ahmet Elin, me sakista qor du shtrin. Qka po thot Ahdemi Jashari, jam shqiptar ku Zotin më fali. 100 jet me pas thonë njona, për Kosovë, për Kosovë i falte tana, o i falte tana, o i falte tana. Jemi rikthyer në studio sigurisht pas kësaj këngë të fortë me mesazhe të jashtëzakonshme. E falenderoj zotin Cervadiku i cili na i mundsoi që ta transmetojmë sigurisht të këngë për shikuesit e televizionit publik. Do të gjallako përderisa dëgjuam këtë këngë, natyrisht vjen pyetja, ku ishit me 5, 6, 7 mars të vitit 1998?
Mesazh siç dihet, unë kam shërbyer në ushtrinë kroate dhe një pjesë të ushtrisë kroate në Bosnjë Hercegovinë, pikërisht në HVO. Me datën 5 kam qenë gjithë natën kujdestar qeveridor i brigadës së parë profesioniste Ante Brune Bushish në Dërvar, siç ka qenë ai qyteti i njohshëm të Dërvar, ka i bjen diçka më shpinës 60 kilometra Kninit. Knini dihet që ka qenë epicendra e ushtrisë serboslave dhe kryengrizëve serb në Kroaci. Atë datë faktikisht u dusha të largosha, po e kishmi një program me amerikanë të quante Impjeraj. Përgatitja dhe veshmbathja po armatimi ushtrisë që ishte në një farë mënyre fillon me rekonstruimin e asaj ushtrie që nga lufta të bëhet një ushtri moderne. Edhe me ftoj e prori për siguri të lartë, që kisha edhe kolegë të luftës dhe mikë temin dhe me tha, ke farë informacione që farë është të ndodhë në Kosovë? I thash, jo, kam vetëm nga një gazetë prestigjioze kroate, Globus dhe Nacionale, cilja një muaj përpara kishte dhënë disa deklarata, në vërtet deklarata që për mua alo sot janë në kujtesën e Hamz Jasharit. Deklarata cila ka qenë, nuk ka qenë në deklaratë thjesht një personi nga fshati apo një njeri i cili ka revolt ndaj pushtuesit serb dhe regjimit të Miloševićit në Kosovë, pa ishte, më tham, një frymëzim i imi personal që e besova që në Kosovë më në fund ka njerëz guximtarë që kanë filluar të kundërvyjnë forcave policisë, represionit aparatit të Miloševićit dhe natyrisht gjatë atë leximit të asaj gazetës e pashë nuk bëhet fjalë për një njeri të thjeshtë, po për një njeri që ka një dije të madhe, një intelekt të madh. Natyrisht unë u frymëzova edhe u ngrit një moment, mas tam një moral që ndoshta duhet të përgatitem së shpejti për në Kosovë. Dhe natyrisht që mas një muaj, disa ditë që ndodhi ngjarja e sulmit në familjen Jashari, edhe ky lajm që ishte dikon afër orës 11, sa më kujtohet, pas atij briefingut që e kishme me epror amerikan që na ndihmojshin në stërvitje, dhe e pash që vetë epror të ushtrisë kroate me bën me dije që në Kosovë ka filluar lufta. Pas të vazhdojmë te pjesa tjetër. Nëse më ndihmon regjia, e kam komandant eprorin e brigadës 111 Shkupin. Është një nga figurat të cila ka bërë bujnë atë bo. I kemi pamit sigurisht do të na shoqërojnë. Zoti Berisha, ku ishit me 5, 6 dhe 7 mars? Unë me 5, 6 dhe 7 mars isha duke jetuar në Holand. Atëherë nuk e njohja termin diasporës, se kisha ndëgjuar më herët sa është popularizuar pas luftës, do të thotë kam qenë pjesë e diasporës dhe kam qenë duke zhvilluar një jetë normale jo si të satit në ushtri. Kam jetuar domethënë atje, kam punuar ndërtimtari dhe momentin që kam marrë lajmin, personin e parë që e kam kontaktuar në telefon ka qenë Besim Mala, shoku im i diasporës. Besimi ka qenë i Drenasit dhe e kam pyet me Habib pak, a është e mundur që është ka ndodhur kjo? Thot po, thot kjo ka ndodhur dhe do të takohemi shumë shpejt. Kështu që me njerë jemi taku dhe qysh në atë kohë kam pyet çka tani. Kanë filluar në Holand disa organizime dhe tubime për ndihma, kryesisht për me suportu, domethënë në gjendje në Kosovë. Në ato ndihma aty, për herë të parë kam njoftu Islam Selimin, vllahun e Recep Selimit, ai kishte qenë në organizim, nuk e kam njoftë atëherë. Dhe i kem mojt 2 takime mrena 2 jave, dhe javën e tretë kem vendosur unë edhe Murrizi, që e quajmë tash Besim Mala, me arën Kosovë, se mua personalisht dhe ati na u ka dok që është pak çka po bëjmë ne atje. Prapë se prapë tjertë kanë vazhdu atje në Holand, kanë organizuar shumë mirë ndihmat, ne kemi vendosur dhe kemi marrë në Kosovë. Sa ishte vështirë të vendosësh për një jetë të mirë me atë? Unë mendoj se është e çuditshme kjo, shumica ma kanë bërë këtë pyetje dhe përgjigja ime më është dashur vetëm një sekondë të mendoj, jo më shumë. Ai ka qenë vendim se ajo që ka ndodhur në Prekaz ka qenë një e keqe e madhe, e keqe shumë e madhe, që shumë pak
ka ndodhur ndoshta askund në historitë botës, por kur kur ndodhën kombin tanë e përjeton më ndryshe, se ndodhin kësi gjana dhe në tjera vende, por ka qenë shumë e vështirë për ta përballu në diasporë. Më kuptojnë diaspora, besoj se shumë më vështirë kanë diaspora kur ndëgjojnë lajmet për këtu që ka ndodhin, se sa njerëzit brenda. Kështu që na vendosëm me Morizin 3 javë pasi që ndodhi rasti, jem nisë, kem marrë në Shqipëri dhe mas 4 javë në veç kem qenë në Drenicë. Po, zoti Çollaku, ju në luftën e Kroacisë keni qenë i plagosur, madje bukurant. Megjithatë, po e them kështu me atë gjysmë këmbën jeni bashkuar radhët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Na tregon pak rrëfimin kur vendose, si erdhe dhe atë pranuan pavarësisht që ishi i plagosur. Si të pranuan, se në fakt kanë pranuar. Besart unë mas që ndodhi të familja Jasharë, kontaktova me familjen time. Dhe natyrisht që plaku ime kuptoi që unë do të nisem së shpejti për Shqipëri. Atëherë në atë kohë ishte mundësia vetëm nëpërmes Ljubljanës të arrijë në Tiranë. Për cilën periudhë kohore po flasim? Për marsin në 98. Dhe natyrisht unë veç e pa ta vendosur që mu bashkangjitë luftës e Kosovës, edhe pse shumë pak isha informata, tham të drejtën, që informata shumë pak rreth organizimit, se çfarë organizimi kishte në Kroaci. Pastaj përket kur bëhen pyetje për plagesën time, unë jam plagos 3 herë në luftë. Luftën e Kroacisë? Luftën e Kroacisë dhe të Bosnjës. Jam plagos edhe në Bosnjë. Dhe natyrisht një kohë gjatë kam qenë jashtë, sepse kam pas nevojë për shërim. Si që thatë ma herët, unë kam tampontu në gjunin e majt e kamës dhe natyrisht kam plaga atyra në përgjithë trupin, po ajo absolut nuk ishte pengesa jeme që të vendosi dhe të nisën dhe Shqipërisë. Po një kohë, gati të thuaj që për një muj më ka ndodhë organizimi, sepse me së bashku me një apror tjetër, që ishte aktiv edhe ishte në mbrojtjen e presidencës Franjo Tuđman, që ishte komandant i mbrojtjes kontraerore me emrin Ibrahim Hoxha, siç edhe dihet, ne të dytë kemi munduar që sado të grumbullojmë mjete të nevojshme për luftën tonë në Kosovë. Edhe natyrisht që na dushin kontakte, sepse dushin të udhëtoshin nëpërmes Italisë dhe shteti kroat do të lejonte gjitha ato pajisje që janë gjitha ushtarake për a dihet se çfarë kanë nevojë ushtria. Andaj në ka vytë një kod, thuja që për 25-6 ditë që të grumullojmë edhe mjete financiare për të marrë me qëra një makinë, një maun, dhe natyrisht që jemi nisur drejt Zagrebit për qytetin e Kininit, ku aty në qytetin e Kininit dhe nuk kanë ndihmuar shumë nga aprorët e ushtrisë kroate, nuk kanë dhënë mjetet e nevojshme, gjitha ato pajisje. Në faktor me këto, kështë një mbështetje të fuqishme të Kroacisë, të ushtrisë Kroacisë ndaj luftës Kosovë? Unë po flas për mua personalisht, unë po flas për vetveten, unë kam pas qak për krahjen edhe të generalit Ante Gotovina, ku me një farforme me kanë ndihmuar jashtëzakonisht në kazermën e Kininit edhe të pajismi me ato që kam pas një listë të gjërune që ka nevojë një ushtri që është fillestare më hangurile, që nëpërmes marrjes të pashtrikut duhet të bartin drejt Kosovës. Edhe natyrisht që ajo punë u krye me sukses të madh dhe vazhduam rrugën unë dhe Ibrahimi nëpërmes Splitit, Ankonës dhe Durrësit. Dhe unë kam rrinë me 4 prill faktikisht në Shqipëri. Dhe në Shqipëri atëherë ju e dini mirë që ka qenë koha rrëmujave, ka qenë një kohë shumë e keqe për ne të gjithë, sidomos për, siç tha edhe Shkupi, për diasporën që nuk kemi pas një njohuri të madhe se si funksionon shteti shqiptar, nuk kemi hasur mirë, nuk kemi pritur mirë në portin e Durrësit, kemi pas jashtëzakonisht shumë probleme lidhje me tërheqjen e asaj maune drejt maleve të pashtrikut. Për shkak të situatës sigurisht që ka qenë paqartë tranzitat që ndodhen në Shqipëri, sepse shteti shqiptar gjithsesi ishte një unë nuk jam këtu për të gjykuar ata, po e di që ajo ku ka qenë kohë e rrëmujve dhe kohë e vështirë. Edhe kjo ka qenë rrugtimi im që nga shteti kroat, ato që kam kërkuar dhe më ka lejuar de facto de jure, ka qenë një mundësi e vetmja që të largohemi për ushtrisë në farforme si invalidi luftës të meqesin
pa perspektivë. Kush e kupton se çfarë ndodh në ushtri nga një epror perspektiv të qesin në oktober, jo perspektiv nuk është lehtë, o duhet ta vendosin shumë njerëz, po në atë kohë kam pasi mik shumë të madh që publiku jo në gjë nuk e ka të njohshëm, është një general që ka qenë komandant jem drejt për drejt Glasnović, ka lindur në Kosovë, është me origjinë nga Janjeva e Kosovës, ka lindur në qytetin e Gjelanit, edhe natyrisht që ai person ka pas ndjenja, edhe pse është me origjinë kroat, ka pas një farë ndjenje se është një prej vullnetarëve të parë që ka ardhur nga ushtria kanadeze kur ka filluar lufta në Kroaci. Edhe është njeriu i parë që më ka kontaktuar dhe ka kërkuar për meje që ndoshta në një farë momenti të diskutoj të flas për edhe handicapin tem, pa anën tjetër edhe nevojën që ka ushtria shqiptare e Kosovës dhe populli i Kosovës për njerëz që kanë kriju një nevojë të madhe siç unë e kisha, sepse nga viti 92 deri në vitin 96 kam qenë komandanti njësi speciale parashutiste, e më vonë kam qenë epror i brigadës së batalionit të 3 të brigadës profesioniste. Zot ju erdhi me një bagazh, me një përvojë të jashtëzakonshme. Lutem, mohon detyra ime këtu të futja në Kosovë, gjithsesi Shkup, ma tregon momentin kur u futi në Kosovë, kur edhe i vendosi kontaktet e para me UÇK-n. Në fakt, ishte një UÇK ashtu si e ka thënë patrioti i madh i kombit ton, zoti Demaçi, ishte një ushtri që si dije koka dhe bishti. Po, për mua me rëndësi ka qenë marrja e vendimit, ka qenë e para, dhe kur jam nis, i kam thënë vetës, pavarësisht çka do të gjej atje, do të pranoj. Nuk e kam ditë çka ka brenda, se unë nuk kam pas kontakte më hershme me pjesëtarët e UÇK-s, nuk e kam njoftë asnjë person, dhe kur kam rrinë në UÇK, përshtypjet e mia të para kanë qenë se kam taku njerëz që janë të vendosur me të vërtetë për me vdek për vendin. Cili ishte njeriu i parë që takuat? Unë? Cili ishte njeriu i parë që takuat? Ka pas disa njerëz, s'po hi prej nga Shqipëria, po mbrenda, befasia, jo po, që ka muj me cek më të veçantën, ka qenë kur kam rrinë obri në odë të Haxhi Demokut, aty e kam takuar në Ballë të Gjakut, ka qenë i madhi Femil Ladrovci, heroi i kombit, aty e kam takuar Recep Selimin, aty e kam takuar Jahir Demokun, Rasim Kiçinën, dhe pak më vonë atë natë, do më thonë, kam Ria Beja. Dhe kem qenë një grup, e kanë përmend tjerët, unë nuk e di saktë që kanë qenë ata që kanë hi disa javë para neve, po thonë që kem qenë të uniformum shumë mirë, dhe Abeja ka shprej admirimin në atë moment kër në ka pa. Ato ishin kontaktet e para, të mijat me një grup, do më thonën, shumë serios, edhe pse une kisha kaluar në për Dugaxhin, e pa taku Ramushin, por nuk e njifsha kush ishte Ramushi atëherë, nga Dugaxhin i Ablanicës, prej Ablanicës, pastaj kem vazhdu. Në kufin e kam kalu me Selim Krasniqin, me Imre, komandantin e Nerodimës, Imre Ilazin, dhe disa pjesëtar tjerë që kishin ardhur nga Gjermania. Ka qenë një rrugë shumë e vështirë, cilën nuk ka mujt as ta di as ta paramendoj. Shkuat në prekaz? Jo, në atë momente me njëherë. Në atë momente jo, por gjatë futjes, rrjedhimisht pas futjes suaj në Kosovë dhe pas takimeve që patën në obri me personat që i shpërndan. Pas takimeve... Ma tregon momentin kur shkove në prekaz? Nëse ke arritur, sigurisht. Jo, në përkaz kam shku për hirtë edhe opinionit edhe sinceritetin shumë ma vonë. Shumë ma vonë kem shku në përkaz, se nuk ka qenoj momenti me bo, më thonë, vizita kështu, sikur sot që bëhen edhe më mirë. Jo, absolutisht, po flasë për ta parë nga afër atë se çfarë kishte ndodhur. Jo, në përkaz kam shku shumë ma vonë, do shta 2 apo 3 muaj ma vonë, unë personalisht, edhe pse tjerët kanë qenë atje, unë jam caktue në fillim unë Bekim Shyti dhe Morizi, Rasim Kiçina në ka shu në Çabiq, atje ku kishte qenë Muj Krasniqi, udhëheqësi, do më thoni, asaj pjese, dhe kishte qenë i plagosur 1-2 javë para se me shkuna ishte plagos,
dhe kem qëndru aty një muaj e gjysmë, pastaj jem kthy në Bri prap, kur kam rri forcat e mëdha në dikun ka Korriku, kam rri forcat e mëdha në Feronikul, janë vendosë në Dreniz dhe në 3 jem kthy, Beka ka shku në Ashlan dhe aty ka fillu ideja e cila ka qenë e Bekim Berishës e ABS për formimin e brigadës njësi speciale. Kryesisht, ma vonë janë formua dhe brigadat, kështu që edhe emri i brigadës ka qenë ideja e ABS, kurse numri dijet ka qenë veç rregulluar me prej ekspertave provëve që kanë qenë në atë kohë, sipas renditjes, domethënë të zonave dhe kështu që ka fillu përgatitja për formimin e brigadës. Të Qëllaku, e mbani mend, keni pas ardhjes futjes në Kosovë, ku shkuat në Prekaz, apo ishte pa mundur? Unë pikës pari ka marrë në zonën në operativet e në Redimës dhe ma vonë të Pashtrujkët. Pi Pashtrujkët, zyrtarisht kanë kërkuar, sepse ideja ishte që t'jesë në shtabin e përgjithshëm, mëse isha dhe handicap, si që thoni edhe ju, me gjithë kame, po unë nuk e pranova një detyrë të tillë dhe natyrisht tash nuk më kujtohen datat saktësisht, por më duket ka qenë muaj 12, jam transferuar në atë të 8 ambulos, jam transferuar pikërisht në brigadën e cilit në atë kohë ka qenë e formuar dhe faktikisht e përgatitne që ka dhënë edhe hequr nga Jaher Domaku, komandanti i brigadës, edhe 2 përorët Murrizi edhe Shkupi. Në atë brigadë, natyrisht që jam ardhur unë si një njeri i ri, ka vyt një kohë gjatë që t'inkuadrohem dhe të drejtë dhe më vonë dikun gjatë vizites, sa më duket mua me Shaban Shalën, ka qenë ndoshta edhe vit të ri ose mas vitit të ri për herë të parë kam vizituar edhe Ilaz Kodrën edhe Prekazin. Dhe natyrisht që në atë kohë... Do të dalim këtu, pyetje për të dytë. Ju shkuat në Prekaz, pavarësisht kohës që patët mundësi, sigurisht për shkak të rrethanave që ishin krijuar. Ma jep një emocionin, çfarë pat aty, si u ndjet? Thënë drejtë unë kam kërkuar nga Shaban Pavarësisht si një ushtarak, ndoshta ndryshe do ta vërtetën Jo, pikërisht kjo ka qenë emocioni im që kam kërkuar nga Shaban Shala të vizitoj gjitha piket. Se një farë forme dëshin të imnonin edhe ndihmës komandantit të UÇK-s për operativ në gjithë Kosovën, edhe kishte obligim Shaban Shala që me mua së bashku të vizitojmë gjitha piket e luftës ku ishte UÇK-ja. Edhe qëllimi im ishte të shoh përballë se çfarë forca kanë forcat serbe që ta bënim një planshet pune në hartën topografike të ushtrisë që të dim ku të vendosim forcat më të mëdha tona, sidomos forcat elite, siç brigada 111 ku edhe unë doja ta admiroja në atë brigadë. Dhe kërkova atë ditë nga Shabani që ta marrim edhe rrugën nëpërmes Polacit dikun atje, mëse vizitova piket e para ku ishin forcat serbe, më duket u qushin firma puleve, sa më kujtohet mua Shkup, po te firma puleve atë ishin disa tanke dhe natyrisht që vazhduam rrugën me shku për Prekaz. Kjo është vendi që unë e kam quajtur më strategjik që duhet ta shikoj, sepse frymëzimi i gjithë neve faktikisht ka ndodhur nga familja Jashari dhe nga komandanti legjendar Adem Jashari. Edhe masi kisha ndëgjuar shumë njerëz që kishin dhënë disa komente dhe kishin dhënë disa shpjegime se si ka vepruar dhe ka jetuar vetë komandanti Adem Jashari dhe edhe Lauti Hamza, atëherë dojsha nga afër të shikoj se ku ishin piket dhe si kanë menduar të vepronin kundër asaj force aq të madhe të Serbisë. Natyrisht nuk është një lloj si ta shikosh në hartën topografike, si ta shkelish me kamë gjitha të vendat aty. Dhe të thënë drejtën kur e kam pa nga afër fabrikën e municionit, se nuk kam ditë që aty ekziston një fabrikë municioni. Edhe kam parë gjitha ato vende ku forcat serbe janë vendosur për ta formuar një familje. Dhe si ka rezistuar një familje, thuhet që gati që për 3 ditë shërbim për 72 orë, gjithasoj force që ka bën një blok të hekur për 3 eshalonave rreth familjes Jashari, ka qenë për mua impozante dhe e paharrueshme.
Edhe nga vetë bunkeri i Ademit që ka qenë ka shirë shpiva atynve, kërë ko marrë me mendë se që ka funksionuar për të mbrojtur, atëherë kam pa që më të vërtet ta njerëz meritoj një përkullje për këtë jetën time dhe gjithë populli shqiptar. Absolutisht. Shkop, ma jep momentin e parë, do të thotë, kur u fute në prekas. Çka mendove? Si e përjetove? Duke pasur parasysh që aty vdishin 59 anëtarë të familjes Jashari që rezistuan atë sa kishin mundësi. Dëgja, momenti i parë, mu i me thonë Shlirë, ka qenë me emocione shumë të rona. Shumë të rona. Po, A u theve, Jo. apo u motivove? Jo, nuk u theva në asnjë mënyrë. Përkundrazi, mora një energji, edhe pse kisha bindjen, por e mora një energji që ne duhet me patjetër ta vazhdojmë luftën, me çdo çmim, pavarësisht pasojave, cilat do të jenë, na duhet ta vazhdojmë luftën deri në çlirim. Ka qenë një energji e papërshkrueshme, muj me thonë, papërshkrueshme. Nuk muj me thonë se ka qenë një energji krenarie aty kur kam qenë. Ka qenë një mlef, një urrejtje ndaj armikut, edhe më e madhe se që kemi pas me shekuj. Kështu që për mu ka qenë shkurt vendi i cili ma ka konfirmu vendimin tim. Ka thonë kështu, ma të troq. Familja Jashari nuk ishte vetëm në shtëpi, aty kishte edhe mysafirë të tjerë, të cilët po atë natë krejtë rastisht qëndruan aty, por jo ndoshta disa për tyre dhe rastisht. Aty ishte edhe Daja Osman Geci. Çfarë thot Shaqir të Vadikën? E kur dhe me dërru së ba? Së gjithë me hi rrugës demokratike, për me nëjni që në biseda fillohet vatarë. Moj Serbi, moj flakat da, me prekas qysh me shtifja, qysh me uraku lavt Jasharve, qenë barot janë rrit prej të parve. Qysh Ademit në kull me jera, a e ke vet dajtë ka i ka. Kur të njofsho do jenë Osman, ku vendojnë Hamzaj Ademi, krahte fort prej dajve kemi, pa i shku e flak malit e fushes, s'naj nal kush dajt e laushes. Bahet gati Daja Os, me një snuften kish vendos, po i mos shërat me lesh, dred mustakun vesh e vesh. Nat prekaz lufte kjanë net, një familje o me një shtet, shkijet paras mun po ecin, e kanë ballat e Osman Gecin. Sa her shkrep o sa mauzerin, shkijet e shkines ja shohin sherin, kur s'mujnë
vet me baburni, thehen vrasin e gra e fëmije. I madh e i vogël me pushk ndor, mbushet kulla me dëshmor, bashk po vdesin ndaj e lipa, kuten dek për qesin pipa. Osman Geci trim laushe, ajo push parat që mbushe, gishtit sa klum që lezin, një histori shumë brez pas brezin. Kemi rikthyer sërish në studio për vazhduar bisedën pikërisht pas vizitës në Prekaz. Na tregoni ku rreshtuat dhe si vazhduat luftën deri në zhvillimin e saj. Po si që dhe dihet, unë e mora detyrën e emnova shef shtabit të Brigadës 101 Adem Jashari, ndoshta edhe një moment shumë emocionues për mua, edhe pse kisha një përvojë të luftave që kishin ndodhur në Kroaci dhe në Bosnjë. Qëllimi jem kryesor ishte të jem me një brigadë elite, ku takova shumë djem. Dhe natyrisht një moment e caktuar, kur edhe ai emnim u bën plot fuqishëm nga komandanti Ahir Demaku, ishte një moment i cili kur nuk harrohet për jetë, sepse betejë që u zhvilloshin në Drenicë, që ndoshta asnjëherë nuk e keni ndëgju, po mund ta them me plot përgjegjësi, janë betejat që nuk mundët t'i parashikoj asnjë epror ushtarak, sa do që ka përvojë, sepse ishin momente të palogjikshme. Një forcë aq e vogël që udhëheshin si epror Murrizi edhe Shkupi, natyrisht që unë ju imponova me një farë forme që në t'jam mesin e tynve, jo të jam dikun në zyre apo në farë shtabe lokale apo shtabe qendrore, ju imponova që t'jam drejt për drejt në piket e para të luftës, që u krijon të atëherë në Drenicë, që u zhvillon të në realitet në Drenicë. Dhe momenti emocionues ishte imi kur e shisha që një numër, atë thamë për 100 apo 110 personave, ishin aq vullnet dhe moral që të kundërvymi 5.500, 6.500 forca, një teknik që ka pasu armata Jugoslavisë, që ka trashëguar ushtria e Serbisë, ka qenë marramense për mua. Pse e tham marramense? Sepse kur e bësha mend që një brigadë që kam shërbyer, që kanë qenë edhe kryes i detyrës komandantë të asaj brigade, në Kroaci, në Bosnjë, edhe teknikën që e kishmi ne edhe mbrojtje kundër asaj teknike që posedonte armiku, në krahasim me ato që e kishim ne si brigada 111 Adem Jashari, ishte për të qeshur, po me vërtet të bënd të nënën tjetër krenar se ata djem nuk i frikësoshin gjithë asaj teknike. Le njerëzimi, se njerëzimit ka i herë kur flasmi për forcat toksore, flasmi sepse të gjitha kemi ka i pushk në dorë. Dhe ka laj që mund të ballafaqohemi njëri me tjetrin, sepse fiton ai që është më i guxim shumë. Kurse kur ki të bëjmë një teknikë të avancuar, si që kishte ushtria serbe, do të referim më vish një sekund një ngjarje shumë të rëndësishme, ndoshta që edhe e ka kthyer UÇK-n ka bën forcë kur ne kemi marrë depot të armatimit, që i posedojmë edhe ingjezimet që para disa kohë do sekvenca të vogla i ka bën Shkupi me dije, faktikisht me marrjen e magazineve të ushtrisë Serbisë në Golesh, bashkë me njësitin e Arbëri të Kleçkës, me një do djem shumë të mirë, faktikisht e kemi kthyer fitorët një pas njësh me çdo ditë, sepse posedimi i minde antitankse që ne nuk i posedonim, na erdhën deri te ajoja. Dhe faktikisht në çdo rrugë apo sokaqe që ishin në zonën e Drenicës, na fillu me ato mina të bënin kërdin e forcat serbe. Çka do të them me këtë? Ja zvoglua minimalisht mundësinë për televizor teknika e ushtrisë Serbisë.
Edhe natyrisht që momentet ato që u rikthya ajo lufta me Komsori, edhe pse ishpi aq numër të vogël të pjesëtarëve, ne fitonim në çdo betejë karshi forcave serbe komsorike, sepse ata nuk mundin ta zhvillonin teknikën e vet. Ma vonë kur edhe filloi bombardimi i NATO-s, i kishpi dy elemente tjera që ishin më bindëse për fitoren tonë që jemi të shku det fitores, se ata janë ndaluan mundësin për të lëvizëm lirshëm tankeve dhe transporterave të ndryshëm që kishte forcat serbe. Djemët nuk kursejnë asgjë. Ajo me motivonte edhe më shumë. Asnjë fytyrë, edhe pse ma vonë filluan edhe bombardimet e NATO-s, asnjë njeri nuk e shisha që si të përfundojnë lufta, po të gjithse e mendonin si ta fitojmë luftën. Edhe me këtë do ta përfundoj lidhe me këtë luftën, me një betejë në Obri kur nuk e harroj. Madhin Xhevat Demaku, kur ka hyrë mes forcave serbe me një obor aty ku është edhe vra, Xhevati me fjalën alo ka dënica Adem Jashara. Shkup, kur u takove me Esadin këtë rast, dhe kur vendoset të krijohen atë njësi datë pamjet që do ta lusja regjin që të na shoqëroj pikërisht të momente, një njësi që ishte special, themi, dhe që udhëhiqen nga ju. Njësiti e tha me Esadin. Po, Esadi e tha dhe ma herët, se njësiti ka fillu para se me orë dhe Esadi. Ka qenë jo ideja po vendimi Bekim Berishës i ABE-s me formu, dhe më thonë, këtë njësit, dhe ai fatkeqësisht, dhe më thonë, ka ra dëshmor një unik, e dini, pak para formimit zyrtar, veç ka pat fillu regrutimi i pjesëtarëve të njësisë. ABE ka pas përësit edhe këto uniformat e zeza që i kanë vesh më vonë pjesëtarët, po pak para se me u kriju komplet brigada ose njësia, ABE ka ra dëshmor. Dhe kështu që ne kemi fillu me rregullimin e regrutimit, kazermës, nga dal dhe në ndërkohë do më thonë ka ardhur Esati aty. Për ne Esati, për mu Esati, se tash ne si shqiptare kem tradit mos me lëvdu njerë në rësy, unë s'jam të e lëvdu, po ndoshta edhe si ku më thonë asnjëherë, po për ne ka qenë një bështitje shumë e madhe për shkak të përvojës të Kroacisë. Brigada Poli Esati edhe pak ma herët disa qaste dhe momente se si ka qenë, si ka luftu, ka kry obligimin dhe detyrën e vetë për shka është caktu. Sa i përket brigadës, gjatë trajnimeve që i kemë majton edhe Morrizi është marrë më shumë me trajnimet fizike të ushtarëve, kurse unë jam marrë më shumë me trajnimet psiqike dhe morale të ushtarëve. Një ndër gjërat që e kemë përdor shpesh, domethënë të ushtarët, me kriju jo bindjen se ata e kanë ditë, po me kuptu se brigada një ka emrin shumë të madh. Kështu që ka qenë një prej motiveve më të mëdha që me shty ushtarin, domethënë me çdo kusht në vazhdu luftën. Një ndër gjërat që i kemë bindur ushtarët, që ka qenë shumë kruciale, unë menoj, dhe vendimtare për moralin e ushtarëve, që në rast rami ose një dëshmori, në asnjë mënyrë, në asnjë rrethon, mos me e lënë trupin në dorë të armikut dhe s'ka ndodhur asnjëherë në brigadën tonë. Kështu që kur është vrarë Xhevati e përmeni më herët, jam plagos edhe 6 vetë tjerë duke tentu me tërhiq dhe jam vrarë edhe 2. Është vrarë Bedria dhe Imeri, duke tentu me tërhiq trupin vetëm për mos me rënë dorë të armikut. Këto kanë qenë disa gjona që po i përmeni të vlefshme për brigadën dhe për moralin e ushtarëve, cilat besoj që kanë me shërby edhe pjesëtarëve të FSK-s tani, me kuptue se sa është me rëndësi morali në ushtri. Kështu që ne, pavarësisht ne të gjallët, unë thamë, nuk duhet të jetojmë me mburje nëse i harrojmë të dëshmorët gjithë.
sepse vlera e kritë se liria janë dëshmorët, pastaj vim ne, veteranët, pastaj vim kontribuesit, pastaj vim të gjithë popullata e cila ka kontribu pa kursye asgjë si në Kosovë, si në diasporë, si në Shqipëri, në Maqedonia, po kudo që kanë qenë shqiptarë. Shkup, po e shojmë për momentin, kemi edhe në pamje, ke folur sigurisht edhe në për mediat tjera për këtë mashën cili është bo rrjedhimisht shumë i famshëm, po na tregon pak detajet si ndodhi ky rreshtim dhe që doli kaq bukur në farforme, motivoi secilin i ri për të mbështetur që është pikërisht kjo pamje të cilën po flasim. Kush është mbrapa te është Murrisi? Murrisi, po. Kanë pjesëtarët, kjo ka qenë ai momenti ku me të vërtetë kanë qenë pothuajse shumë të përgatitën. Jo pothuajse, po kanë qenë veç të përgatitën, veç kanë qenë në për betejë më herët krejt. Është një moment shumë interesante, ku më shpjegum duket para disa vjetëve dikun, po ja vlen edhe me përsërit, besoj, unë. Sigurisht. Ka qenë me njëherë mas ofanzivës së shtatorit, e cila ka qenë një ndër ofanzivat më të tmerrshme, në cilën ofanziv, do më thonë, kem humbur shumë shok, kem humbur ushtarin e parë, Afrim Keqinën të njësisë tonë, atëherë ka ndodhur edhe Femi Ladrovci, edhe shumë e shumë dëshmorë kanë humbur atë ofanziv, po problemi më i madh ka qenë, sepse është deklaru, apo kanë mendu njerëzit se s'ka ma UÇK. Kështu që ka fillu propaganda. Ka fillu propaganda. Në atë kohë, nuk e harroj, atë moment, isha në Bri, ka qenë komandant Suleman Selimi aty, Hashim Thaçi, Recep Selimi, me sa mu më kujtohen, dhe më ftun, atje më pyet se si është gjendja me ushtarët, dhe atje kur shkova, Hashim Thaçi më tha, dohet ta bëjmë një inqizim me brigadën, dhe pa modesti, po e thamë dhe po e shpjegoj sakt që shka qenë, unë refuzova, thash jo, thash se brigada dhe njësia do të me mejtë ma shumë enigmë, se është më mirë për armikun. Por Hashimi më bindi me një fjalë, tha, ndëgjot, tha, vjen keq më thonë, tha, po për pos mediave huja, mediave sërbe që po propagandojnë shumë, edhe ushtarët e kanë hu besimin se do me thonë, ndoshta edhe mos ka UÇK. Kështu që ai ka qenë momenti ku më ka bindë, kemë të ftu, ka ardhen, kanë inqizimin, ka qenë Abaz Zej Kamermani dhe emnin. Mirë, se është kohë e gjatë. Kohë e gjatë, natyrisht. Pjesar që i ka bo shumë inqizimi gjatë luftës, më falje. Dhe është bëha inqizim, unë nuk e kam ditë se do ta ka qatë blerë. Do ta merë këtë jehon. Këtë jehon, ka shtë madhe, po ma vone kam kuptu, sidomos mas luftës e kam kuptu, dhe vjen mirë që ajo e ka rikthy moralin mas parit e ushtarët e UÇK-s, pastaj të gjithë popullata. Mirë, me që epopejën e UÇK-s rrjedhimisht ne trajtojmë edhe si festë. E dim dhimbjen që ka familja Jasharit, cila tashmë sigurisht i takon popullit Kosovës. Ma jepni nga një moment mjaft interesant nga përvoja juaj e luftës, qoftë që ka pasur, sepse nuk keni qenë sigurisht gjithë ditën, çdo ditë në front, por në një moment që e mbani mend që do të mbetet gjatë në kujtesën e juaj. Esat. Ekzistojnë shumë momente, po një moment që ka qenë ndoshta ma interesant ishme në bjeshtet e Berikshës, edhe atje u gromollonim në Odë, edhe ishte i madhi Taher Desku, bohemi shqiptar, gazetari shqiptar që punonte edhe për zërin e Amerikës, edhe kishte dëshirë që dinte më shumë për armë. Megjithatë, ai kishte dëshirë me ditë për armë, po edhe një gjë ka pasur një mënyrë të humorit të posaçëm ndaj të tjerëve. Edhe gjithmonë kishte një parandjen që jemi të avon në farë loje me ulljen e tij dhe
ne pa qëllime për ta dëmtuar, po kishme dëshirë që ta frigonim se kishte frikë nga krizmet, po që ishim shumë në odë, nuk ishme që të ekspozonin më armë dhe të bëjmë krizë më armë është atë, dhe unë e vendosëm një kapsole për dinamit, për kapsolet e vogël, edhe kur filloj me lyp vendin e ulljes në odë, askush nuk janë shon të vendin edhe kishë milon një vend të caktuma, atje ku të ullet i shkreti, edhe po atë vendin u ullë, po thamë duke, thamë a keni bon, thamë me shërë diçka. Në ato momente dhe plasja ajo kapsolja, dhe naturisht që ajo frigue, edhe më tha për hirë këtënve gjonëve që në të i bon, keni me hup luftë, dhe nësë keni me dalë gjallë për kësaj lufte. Po ishte një moment ka pak edhe gazmor edhe që ishte interesant, ai në realitet dhe në shante ka pak edhe ka pas vokabularin e mënyrës interpretimit dhe vetë me dozë humori, po dhe dozë sharje, që edhe ato ta qeshen të gjithë se mu më qujti tha, kjo ustashi i ka fajet. E kjo dhe një moment tjetër, do të lësë sigurisht. Shkup, edhe ti sigurisht ki pas në një moment që... Pavarësisht vështirësinë ndonjëherë. Po, moment i veçantë ka qenë për mu kur e kem kuptu se natëja do të fillon bombardimet. Dhe na kanë siguru se në sa ora do të fillojnë e krejt, edhe nuk e harroj kur, se Rasim Keqina thonë të tajtë dalë me jashtë me ndëgju, apo ndodhë për një me. Dhe nuk e harroj kur atë moment se kem shku të guri një, qujmë na, në bria të herë qujtë guri një pika, dhe kem shku deri atje nalë, dhe kem prit. Ka kemi qenë tërdevës në shpijen e mësusit dhe për cilën televizor, e mësë në i largue? Unë e kom dalë të e për cilën televizor, para se me fillu, kom dalë me Rasimin, tani i nga këthyje, i nga taku aty krejt me televizion. Dhe, kur kem shku të guri një, kem prit, dhe për befasi ka qenë mas, së më kujtohet tash me minuta, me kohë, sen, nuk e di, vetëm e di që kur bombardimi, kur ka ndodhën në Golesh dikun, ne edhe kem pa, do më thonë, dritën në atë kohë, dhe nuk muj me harru ftyrën e Rasimit, ma s'ka dorën, dhe tash do të kryet lufta, po unë s'do t'jem mo. Tash, pse? Nuk do t'jem, thot, unë në fund luftës, nuk do t'jem mo. Dhe ashtu ndodhe? Edhe ashtu ndodhe. Rasimi është vra me 30 maj, 10 ditë pa u kry lufta, 7 ditë. Se harroj atë moment. Ai moment ka qenë për mu me të vërtet i veçantë, dhe din pyetja të ne, a do të kishim fitu luftën pa natën. Unë mendoj se do të kishim vazhdu, po me fitu, zbesoj që do të kishim fitu, po së do të kishim fitu asë sërbet. Do të zhatë. Mos të harrojmë edhe atë, sot e festojmë epopejnë e UÇK-s. Unë nuk muj me e qujtë, hala e festojmë, unë e quj e përkujtojmë. Sot, me të vërtet, sot përmes së epopeje duhet të përkujtojmë, kuptohet familjen Jashari, cila ka qenë arsyeja se sot jemi në këtu, dhe gjithë dëshmorët e kombit, gjithë viktimat ato cilat kanë qenë civile, gjithë ata fëmijë që janë bra, gjithë gratë edhe nume, do të përkujtojmë jona që jemë më vjetër, për do të mësojmë fëmijët e tanë, të përkujtojmë mos t'i harrojnë. Një pyetje të fundit, sigurisht se kam edhe kolegë bashkëpunëtar të juaj edhe në pjesën e dytë të këtij emisioni. Një pyetje për të dy, a kishit një ide se kur mund të përfundonte apo do të përfundonte lufta? Jo. Unë për ndërhy pak e sa të tje ma ekspert në këtë punë. Ska ekspertizë. Kemë bakë, me njerë mas fillimit bombardimeve të NATO, se vishin disa eksperta që të ishin vetit të dishëm, ishmi me satin bashkë shpesh edhe të ishin 3 ditë edhe po kryet. Kjo është pyetja më kryesore. Edhe sati, ja spikoj që kjo punë nuk shkon ashtu. Nuk shkon ashtu kjo punë, nuk dihet sa do të zgjatë. Nuk dihet sa do të zgjatë. Ta ndërëm këtu do të unë pak. E veçanta, veç një gjatë du me përmen, se brigada joni ka 13 dëshmorë, sad. Janë edhe 3 tjerë,
dëshmor janë, kanë vdekë në tjera pozicione, kanë qenë brigadës tonë, po nuk është rregullu halo a do t'jenë deklaruar brigadës tonë, apo jo, pas është më rëndësi. 13 i kemi për momentin, e veçanta e Kritë Sajna, 12. Nga këto 13 janë vrarë pas bombardimeve të natës. Çka nuk kupton kjo për mu, që brigada atëhere shumë ma shumë ka pas vullnet me luftu, se sa para Sajna ndoshta. Kështu që atëhere kjo nuk kupton për mu që na e kemi kuptuar që nuk duhet nalemi, pavarësisht çka ndodh me ndihmën. Sa? Po, duhet ta vazhdoj këtu, pikërisht që njerëzit mendonin që erdhi fundi luftës me fillimin e bombardimit të NATO-s. Disa ditë natyrisht që nuk isha njeri që doja të jepsha as argumente, non as të jep në mendimin tem. Po dikur filloj edhe me plasaj idiotizmit gjithë shqiptarit, sepse disa njerëz edhe propozonin që mos luftonu. Tham të drejtën ka pas edhe asi. Ka qenë shumë numër i vogël, po lidhshmëria kësaj që ne fituam edhe më shumë moral me fillimin e bombardimit të NATO, që ka tregon edhe sa dëshmor kanë rënë mas bombardimit të NATO-s. Po njëkohësisht u dusha ta ruajsha edhe gjakpotësinë time personale, se me një moment, natyrisht e vetmi zyra, po vetmi kuvendi joni ka qenë oda burrave, si i thojmë gjithë ne, edhe me plasi nga disa analistë që mendonin të bënin analizën si kapituloj Serbia, përfundoi Serbia, unë nuk du të shes tani me nëqëri, po të thamë të drejten, unë i kam thënë që do të zgjatë nga 60 ditë deri 90 ditë. Edhe për disa njerëz me një moment caktuar ndoshta jam shikuar edhe shumë keq. Se çka ky ka ardhur nga Kroacia, po na shet mend tash këtu, mbaroi puna Serbisë. Në realitet e kam ditur sepse mos futja komisarisë e NATO-s brenda përmendjes të territorit të Kosovës dhe Serbisë do ta ngadalsoj sipas edhe kohës atmosferike. Shumica nga këta njerëz nuk e kanë ditë se si funksionon absolut sistemi radarik dhe sistemi i bombardimit të aeroplanave dhe mjeteve tjera që i kanë qenë nga anijet, nga deti Mesdheut dhe deti Adriatikut. Po më në fund, kur hynë me një farë faze 32 ditë, 33 ditë, 35 ditë, filluan ta besojnë edhe ata atë mendimin tem që e kishe, sepse ata e dishin mirë që në Kosovë ndodhen forcat e ushtrisë shqiptare të Kosovës, përgatitja e forcave tjera që ishte brenda teritorit të Shqipërisë për të situacionin shqiptar, për të ndërhyrë nga territori i Shqipërisë, edhe ajo ishte zbe pak një farë kohe, që i vlen të kuptonte që kjo do të zgjatë, edhe që do të zgjati, po më në fund natyrisht që fitimi kryesor unë e besoj edhe është pikërisht duke falendëruar sot gjithë atyre dëshmorëve, martirëve. Ajo që mu me brengos sot në Kosovë dhe gjdo kundë ku më përfarsohet Kosova në për piket diplomatike, që e kanë harruar shumë shpejt luftën në ushtrisë shqiptare të Kosovës, në realitet kanë harruar genocidin e Serbisë që ka vujtur ky populli. Genocid nuk ka më të madh se 1 milion shqiptarë të dëbohen jashtë vendeve të veta, të dënohen mbi 25.000 gra, po ne jemi të harruar edhe ata 1.700 fëmijë që janë vrarë dhe masakruar në Kosovë. Andaj, unë apeloj përsëri ata që ndëgjojnë dhe kanë vesh të ndëgjojnë këtë mesazh timin, ata që marrin pozitën nga vota e popullit. Nuk gëzojnë ta gjykojnë asnjëherë që mendon ndryshe. Ne mund të kemi mendime të ndryshme, po e kemi bazën kryesore. Baza kryesore është familja jashtare, baza kryesore është dëshmori, invalidi i luftës, martirët e luftës. Kudo ata që kanë rarë si martirë, të gjitha ato fëmijë të vranë, gjitha ato femna të masakruara, gjitha ata pleq, gjitha ata njerëz, si ka mundësi se sot në debatet politike apo në fjalimet që i bëjnë në parlament, apo nuk e di ku këta njerëz fare nuk përmenden se si ka ardhur deri të çrimi i Kosovës, si ka ardhur deri te pavarësia e Kosovës.
Kjo shpeshherë me mlefos jashtëzakonisht shumë dhe me idhnën, por megjithatë asnjëherë nuk do ta mandalojnë që ta them mendimin tim të plot. Nuk ndodh, me këtë do ta përfundoj. Ishpi edhe në mëngjesin e lutjeve të ftuar në Amerikë nga administrata e presidentit Trump dhe aty takuam shumë njerëz. Besom që edhe në aeroport nga polici deri te njeriu më i vogël në do të thoshin thank you for our service. Ju falenderojmë për shërbimin tuaj. Që na nuk kemi shërbyer Amerikës, na kemi shërbyer dhëut tonë Kosovës dhe ata na falenderojnë për shërbimin që kemi bërë gjatë luftës këtu. E tash, që se e dim të gjithë, vetë betimi i presidentit Trump apo presidenteve të Amerikës fillon duke falenderuar mas pari gjithë atyre që i kanë shërbyer atë dheut dhe më në fund betohet presidenti i shtetit. Sigurisht politikanët vinë e shkojnë, populli mbetet, ai është falënderues për herë për kontributin e juaj të pashembull që keni bërë në projektin më të madh në historinë e shqiptarëve në ushtrinë qytetarë të Kosovës. Unë ju falenderoj përzemërsisht që gjetët kohë dhe mundësi, patë mundësi që vinë të t'ia kushtojmë epopesë UÇK-s rrëfimet e juaja që janë të thëna dhe të pathëna. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shikues të dashur, Marsi ishte ai i cili nisi të ndryshoi historinë e Kosovës. Kështu thot edhe kënga Sërish vjen Marsi, interpretuar nga Ilir Shaqiri, Shkurte Feza, Shyreti Beluli dhe Sabri Fezullah. Është një gjerim i vjetër, ta ndjek. Kryetrimi fjallë pak Dëgëma degësh E syta pëmësh Mërzis son i vëka pak Sërish vjen stina E në ndroj mosh Por vetëm ajë s'plakët kur Uji i pjeshkëve I rjedh për bosh Vin për kullën varit të ndërim Nipjen besa me uratën nisën fluturin Zemra merkucim, plisi bashkëqim Me ty gjithmonë në ba, me ty o legendar Dhe njerëzia vin për kullën varit të ndërim Nipjen besa me nisën fluturin Zemra merkucim Plisi bashkëqim Me ty gjithmonë në ba Me ty o legendar E midis këngësh Shfaqet kryetrimi fjallë pak Dëgëma degësh E syta pëmësh Mërzis son i vëka pak Sërish vjen stina
njerëzia vinë për kulën varrit të ndërim. Nipi mbesa me uratën nisën fluturim. Zemra merr guxim, plisi bashkë shkëlqim. Me ty gjithmonë në ballë, me ty o legjendar. Dhe njerëzia vinë për kulën varrit të ndërim. Nipi mbesa me uratën nisën fluturim. Zemra merr guxim, plisi bashkë shkëlqim. Me ty gjithmonë në ballë, me ty o legjendar. Me ty gjithmonë në ballë, me ty o legjendar. Ndërruar shikues, jemi në pjesën e dytë të këtij emisioni special dedikuar natyrisht sakrificës sublime që bëri familja Jashari. Nga një perspektivë tjetër, kam edhe një njeri, një personalitet tjetër i cili shkoi në prekaz si fotograf, është këtu me mua, zonë dhe zotrin, zoti Bekim Shyti. Mirë të gjej për ftesën. Gjithsesi, para se të vazhdojmë, për atë se cili është rrëfimi realisht i zotit Shyti, i cili pra nisi si fotograf, përfundoi si komandant i njësitë special të UÇK-s, përkatësisht të zonës të Shalës, Bajgorës. Gjithsesi, atëherë nisin edhe të skuqen kreshtat. Kreshtat e Kosovës kanë marrë ngjyrë të kuqe. Krushit e Dardanit janë isme marrnuse. O ju prim për para shqipja kastriotit. O lull boshuret i qelin me për flak barojotit. Sjellim dritën, Gryka jone skuqur, gjalla zem galicën. Toka jone djegur, po lahet me gjak. O, ty ta falim jetën, po na duket pajake. Prap në këtok po rritem Hamza e Adema. Amaneti tyre ta fitojmë lirin. O, me push mbrojmë Kosovën, e nderojmë Shqipninë. Amaneti tyre ta fitojmë lirin. Push mbrojmë Kosovën, e nderojmë Shqipninë. Si thuhet edhe në këngë e shkruar nga Recep Selimi, i cili aktualisht gjendet në Hag në një gjykim bashkë me komandantët e shuar të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, pra dhe zotin Recep Selimi. Çfarë të kujton kjo këngë? Kjo këngë
na kujton gjithçka, po para se të flas për këtë këngë, do I referoja këngës të Lishaqirit Sërish Vjemarsi, I cili shpeshherë na ka fut në përbeteja, domethënë me një motiv shtesë që kënga, televizioni, radio, gjitha këto për neve kanë qenë domethënë në atë kohë një motiv për kauzën që ne po e ndërtojmë. Ndërsa sa I përket këngës që ka shku vetë komandant Tregja, ne në atë kohë kur jam taku për herë të parë me Recep Selimi ka qenë fillimi I prillit të 98-s në Qabit, sepse ata kishin edhe lidhje familjare me mujen, dhe ato e kam kuptu që është edhe këngëtar, edhe tekstshkrues dhe më ka lënë shumë përshtypje. Mirë. Nuk do të këtë pjesën sigurisht e njohjeve me UÇK-n do ta përmendim natyrisht, por edhe në një kronikë që kemi realizuar vite më para, aty kam kuptuar që ju futët në prekaz rrjedhimisht pas masakrës, nuk e di orientimisht datën saktë sigurisht do të na thuash ti, por ju erdhët si fotograf dhe përfunduat një komandant I një zone, njësi speciale në zonën e Shallit Prekores. Realisht po I bie që të përsëriten gjërat shpesh, po megjithatë kemi obligim sa është obligim historik, domethënë që t'i shpjegojmë ngjarjet shumë rëndësi. Unë e tham gjithherë që marsi I 98-s është historik, marsi I 99-s, intervenimi I NATO-s është historik, dhe pse e tham është historik, për shkak se në atë kohë që kauza e ushtrisë shërbimarë të Kosovës kishte filluar të operoj, doli e vërtet, nuk doli ajo fyrja që na e bënte edhe politika, edhe një pjesë e popullatës që kjo është dorë zgjatur, kjo është lojë serbe, kjo është këto. Po nga njëherë kur e kupton se sa gjatë kemi jetuar në robëri, me çfarë armiku kemi pas të bëjmë, mungesë e ekonomisë, e zhvillimit ekonomik, mungesë e arsimimit, e kemi kuptuar edhe popullatën që kanë drejt me menu se është e pamundshme me shliru Kosova. Pa Adem Jashari u dash ta flijoj gjithë familjen për ta kuptuar që UÇK-ja nuk është tradhtare, UÇK-ja nuk është lojë serbe, po UÇK-ja po e jep mesazhin që dua ta flijoj komplet familjen që është rast guvernërisë në botë për lirinë e juaj, që ne sot kemi marrë në mision. Të flasim për prekazin, të flasim për masublimin që ka ndodhur domethënë në familjen Jashari, me fliu gjithë familjen për lirinë tonë. Sepse në atë kohë nuk ishte televizion, në atë kohë nuk ishte radio, nuk ishte gazetë, nuk ishte as shkollë. Dhe mesazhi që edhe familja Jashari, që është goxha I dhëmshëm për secilin e kemi familje gjithë sot, është I pa precedent. Domethënë një Mekse që është Franca që gjithë kohën e ka mbështet Serbinë, doli I pari Kushneri tha që nëse ka një çmim Nobel do t'i jepsha Adem Jasharit për paqe. Na trego, ju keni jetuar jashtë vendit. Si erdhën në Kosovë emocionet e tua pas ngjarjes që ndodhin në Prekaz? Zoti Galica se vini për një familje të madhe të Azembejt Galicës, sa herë që flasim për këtë periudhë, më vjen keq, po njihem pak me emocione, se është një periudhë shumë e rëndësishme, edhe sa është një privilegj që jam këtu të flas, është edhe një përgjegjësi historike që mos të ngatërroj dhe mos gaboj diçka. Unë kam jetuar në Suedi, kam jetuar në Zvicër, për mos me humb kohë domethënë në detajet se ku kam jetuar, po fakti që me datën 5 në ora parafërsisht para 5 të mëngjesit janë dëgjuar shtënat e para sepse fshati më shumë afër fshati Prekaz, babai bashkë me fëmijën tim Hasanin rrokën pushkët dhe unë bashkë me ta me një aparat thjesht u nisa për në Prekazin e epërm sepse nuk kishe mundësi të ofrohesh në Prekazin e Olt në lagjen e Jasharajve. Dhe nga ato vrejtonim, shiqonim mundësinë se çka mund të bënim, ato takuam edhe disa burrat të Prekazit tepërm edhe të lagjes Mangjollit të tjerë që ishin të fshatit Mikushnis, me mundësinë në tentativën e parë që të hyjmë edhe të ndihmojmë, ato ishin dikun rreth 12-13 burra me armë dorë. Dhe në një moment, për mi shkurtu muhabetin, vjen një televizion suedez, në një Land Rover i bardhë i gjatë, dhe kërkonin ata rrugën, po flas tash pas 2 dite, rrugën për të shkuar në Prekaz. Edhe unë për shkak se kam jetuar në Suedi, kam jetuar në Zvicër, komunikoja suedisht, komunikoja frëngjisht, anglisht, edhe unë i thasha, ka mundësi që të vi me ju. Edhe unë realisht, ata fillimisht u befasun se që ka mundësi këtë djalin, këtë farmali, këtu me folë suedisht,
pak si të hutun, morën me veti shkum, kur shkum ato ndam. Unë e vazhdova pastaj prej kazit tull, te ajo servisi ku kanë qenë edhe kufomat, mundet mi pas ma shumë se 2 kilometra, edhe shfrytëzova rastin dhe me thonë, për shkak se kisha një identitet me vete një kartel të suediz bekim lashëm, shyti lashëm më falem, edhe bile është edhe rasti konkreti hoxhës që mundohet ndaloj, po unë bëhem gjëja se s'po e ndëgjoj edhe s'po e kuptoj, i flasi i kthej diçka në gjuhë suedeze, edhe hy i fotografoj gjitha ato fotografit. Ta thash ma heret që në atë kohë, ne s'kishim televizion, s'kishim radio, s'kishim gazet, s'kishim shkollë, s'kishim asgjë. Dhe unë mendoja që nëse, për shkak se po vija prej një kryqyteti, po vija prej një qyteti, dhe më thonë, si që Gjeneva... Të janë fotografi tua, për momentin që pishon. Të janë fotografi që i kam shkrep, dhe më thonë... E ke në ekranin përballë, të lutëm. Në ekranin përballë. Po, taman. Edhe është e çuditshme, zoti Galica, që në atë kohë, stresin që e kisha që këtu fotografi të shfaqen në gjithë botën, jo vetëm në ku ka shqiptar, po në gjithë botën e në veçanti, dhe më thonë, bota shqiptare ta kuptoj se çfarë po ndodh këtu. Dhe më thonë, komplet një familje, pastaj kthehesh i shef për shembull ka ato edhe bakti, ka edhe kafshë të vrara, djegura. Kush do ta bëj, dhe më thonë, një gjë të tillë? Dhe më thonë, me vrarë dhe kafshën, çfarë faj pat baktia në atë pjesë. Kështu që qëllimim kryesor ka qenë që këto fotografi me u zhvillu edhe me i pa bota, jo pse s'kishte edhe televizione tjera, mirë, po deri në atë kohë nuk kishte dikush që i kishte lansu në rrjetë dhe në internet në atë kohë, sepse në internetin të ne u fol pak për internetin. Edhe falenderoj dhe me thonë një mikun tim, Ibrahim Kelmendin, që më kanë ndihmu të zhvilloj këto fotografi në Tiranë dhe pastaj nga ato kemi shku edhe e kemi zhvillu edhe një emision që për herë të parë në jetën time që kam dalë me fol para kamerave është ai moment, edhe ka qenë goxha i vështirë sepse s'kisha fol ndonjëherë para kamera, kisha stres, edhe nga televizioni, nga studio që e kam përfundu dhe me thonë intervisten me Besa Qekun edhe me moderatorin domthonjë që ka përfaqësuar Kosovën e ke fjallën për Aslan Bajramin? Aslan Bajramin, falem që se e kam mik edhe po kanë javë. Muça i cili ka... Jo, Aslan Bajrami, Besa Qeku dhe Aslan Bajrami kanë qenë ata që unë kam zhvillu intervistën me ta, e kam tregu gjithë shka që kom pa edhe çka kom zhvillu, edhe nuk ishe nevoj shumë me fol, sepse flisnin faktografit, flisnin fotografit që unë kisha zhvillu, dhe të tregoj shumë sinqerisht, edhe vete kam përjetu. Nga emisioni, kam shku në një lokal, ku jemi taku me domiq. Edhe në atë lokal, edhe në çdo mes që ke udhëtu me taksi, me një autobus, me një diçka, tem tjetër s'ka pas atë natë. Tem tjetër s'ka pas as të nesërmen. Wow! A është normale, a e pa çka kish ndodhur. I pa me sy tonë. Kështu që mendoj që ato fotografi të lansuara në internet, në atë kohë, në 98-ën, po saqërisht për botën shqiptare, po dhe për botën tjetër demokratike që ekziston në botë, ka qenë një wow, ka qenë një bume. Edhe nëse Serbia ka menu që do ta shuj një kauzë që po do mendohet në Kosovë si organizim i luftës, si organizim i UÇK-s, i ka dalë për drejt, i ka dalë kogja keq. Sepse rasti i flijimit familjes Jashari, unë shumë besoj sikur që ka ndodhur tek unë personalisht, që nga i studio, unë kam taku Ilirko në Shefsin, i cili më ka uniformu dhe kemi shku në qarret për zhvillu trajnimet dhe kemi hy pastaj si njësi e parë speciale në Kosovë. Shkojmë pak nga dalë këto. Pse vendose, si vendose kontaktet e para, futja në Kosovë dhe emrimi juaj udhëheci këtij njësitje? Njësia e parë speciale që e tham, ata që kemi zhvillu trajnime në qerret, sepse shpesh njerëzit thonë po ku ka mundësi për 3 javë ditë me bëni ushtar special. Po dëshira për liri, vëmendja në ato trajnime që ne i kemi zhvillu ishte vesh e sy hapur nga instruktorët edhe e prorët të cilët na trajnonin. Kështu që
në situata të jashtëzakonshme. Është e çuditshme njerëzit sa mund të absorbojnë shpejt, plus asaj për ato armë që ne i përdonim, sepse rendi i ri botror edhe luftrat po ndryshojnë, sot mundesh mi pas 1 milion ushtar, po del dikush me një dron edhe ti bastardon, ose mundesh mi pas edhe një tank që kushton 300 milion, tjetri me një dron 30.000 euro, kështu që po ndryshojnë, po për atë kohë, unë besoj që e ka pas edhe në aspektin propagandistik e ka pas një avantazh shumë të madh, sepse kur kemi ardhur në Kosovë, edhe ushtarët e tjerë të UÇK-s, kur na shifshin të veshën bukur, të djem të ri, të uniformuar, trajnimet që i zhvillonin për shembull, edhe më në Kosovës, na shifshin me një sy ndryshe. Edhe qëllimi ka qenë që në 7 zonat e Kosovës të formojmë jo vetëm nga një njësi speciale, por të formojmë edhe njësi të tjera speciale. Kështu që ne kur kemi ardhur fillimisht në Morin, Smolic, Glogjan, Jabllanic, deri në Morin ku e kam taku Bekim Berishën, Femilla Drovsin, Gjeven e të tjerë që kemi qenë bashkë me Shkupin, me Murrizin, me Selim Krasniqin, me gjithë këta, komandant Ferin mos ta harroj, edhe pastaj qëllimi ka qenë edhe i Bekim Berishës për shkak se ai unë vlerësoj gjithherë që Bekim Berisha është një prej guerilëve më të fortë të Ballkanit, të gjitha luftat që kanë ndodhur në Ballkan, edhe vetë deklarata e tina është të rënqesë kur thotë që unë kam lind këtu, do të jetoj këtu, do të vdes këtu, por nuk do të bëhem rast social i Evropës. Kështu që qëllimi i ndërtimit të njësive speciale në guerile është goxha trik i mëshëm, sepse në njësi të vogla mund të operosh shumë më lehtë se sa me batalione, brigada, pa dashmi në nëshmu dhe me thonë krejt organizimin o UÇK-s që ka qenë definitivisht në kohën, në periudën për çfarë është organizuar UÇK-ja, për kohën që është organizuar UÇK-ja, besoj që jemi goxha shembull interesant në botë. Domethënë brenda një periudhe kaq shkurt, me organizu dhe me thonë, nuk mos pyetash në personel, me thonë jenë ka 20.000 ose 60.000, po s'ka lidhje, edhe 10.000 ushtar, është goxha vullnet i madh për ta bëni organizim operativ, sepse ata duhet me pas uniform, duhet me hangër, duhet me flaj dikon, duhet krejt këtu, janë bërë mrena një periudhë shumë shkurt dhe armatimin se kemi pas në përkazerë, armatimin u dash me shku mi marë me krah, e me mushka, e me kuaj nga Shqipëria për në Kosovë. Kështu që unë vazhdimisht falenderoj familjen Sublimit Jasharave që na zgjojnë nga gjumi, që këtu nuk kemi më metodë çfarë të përdorim as ndaj Evropës, se i shterrëm gjitha mundësitë demokratike, derisa ju kujtohet, e kemi pas një farë parulla dhe 12 natë me çelësa me revozat. Kështu që u mbështetëm për muri, do t'i rrokum armët për liri. Dhe çmimi i lirisë është kjo, familja Jashari, familja e gjitha familje tjera dhe me thëmë për mësë më ko, edhe unë besoj që djemt qikat e reja, sot ishtë dasht me kujtuat Kosovën e viteve të 90-ta që ta përmena dhe herë për e përmeni që ka qenë në robni, ka qenë pa media, ka qenë pa televizione, ka qenë pa gazeta, ka qenë pa shkolla, dhe kthesen historike që e quaj marsi historik, më thonë është familja Jashari me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, duke pasu pastaj marsin e 99-s, ku nënshkrimi i qytetëve burrave të UÇK-s e shten natën me luftu. Kush e kish mendu, do më thonë Beograd, që nënshkrimi i Hashim Thaqit komi quaj aeroplanat e NATO-s edhe mi sulmue, mi bombardue Serbinë. Do të kthejmë pak te pjesa e luftës, sigurisht na tregon disa momente të vështira që ke pas, sigurisht mos sfidu me gjithë atë ushtri dhe atë polici. Pavarësisht motivit të madh, nuk ka qenë edhe e lehtë. Fillimisht lufta është e vështirë, lufta është e rëndë. Momente të vështira ki vazhdimisht. Për ushtarin moment më i vështirë është kur s'ki buk edhe municion. Bile buk mundesh me gjetë në ashtu dikun, po municioni për ushtarin është një ndjenë shumë e keq. Momentet më të vështira për gjithë ushtarët edhe gjitha zonat e Kosovës, se për mua përsërisht ka qenë kur ne kemi pas shumë civil që kanë dëbu, domethënë nga qyteti Mitrovica e Vushtrisë, edhe ti u dash patjetër me stopu aktivitetet tuaja luftarake, e ushtrimet tuaja nëse ke qenë, për me ardhë ndihmë qytetarëve, të cilët janë strehu në një mal stre pas stre, në një fushë domethënë ku gjithçka ka qenë mungesë, ka qenë ushqimi, ka qenë mjeku, ka qenë barnat, kanë qenë çdo sen mungesë për jetën e aty në njerëzve dhe qëllimi kryesor ka qenë që na t'i ofrojmë aty në fillimisht ushqim, siguri që në momente caktuar t'i avokojmë ata në një zonë pak më të sigurt, domethënë në të asaj kohe në zonat e Kosovës. E kishit menduar se do të vijë liria? Në momentin që i kam pa 2 armë, kjo ka ndodhur në Jabllanic, 12.7 që në prodhim amerikan edhe është një top dore me 6 predha,
40 mm ka diametrin, kemi pas helium edhe glicerin. Ato janë dy armë të prodhuara në Amerikë dhe unë kom thonë që lufta është e fitume. Pse? Rriburr deri në fund, sepse lufta është e fitume, sepse nëse ty të kanë ardhur dy armë të kalibrit tillë nga Amerika, e mos me ditë FBI dhe CIA që ato armë janë ardhur për Amerikën në Kosovë po luftojnë me Serbi, absolut nuk ka mundësi dhe nuk mundet kush ma mush menjen. Kështu që unë kam qenë shumë i sigurt që ne jemi në luftë drejt, neve kemi në mbështetje nga një shtet më i madh në botë dhe ajo u dëshmuan vitin 99 me Albrightin. Po, ma të regon është në disa momente, pra po insistoj, një njësit cilën e ka udhëhequr ti pa një përvojë të mashme, sigurisht sepse ke qenë i ri, mirë po jeni angazhuar me ato mundësit që i keni pas. A ka pas ndonjë betejë, themi, kushtimisht që edhe mund ta humbisni? Tash po më kthem pak në mbrapa në histori. Ne shqiptarë, domethënë, kemi pas beteja të ndryshme në konteste historike mrena 2000 viteve, e posaçërisht 200-300 vitet e fundit, dhe në fund fare i kemi humbë betejat, e kemi humbë një farë mënyrë edhe luftën. Për herë të parë, përkundër që në ka mundësi ndoshta i kemi humbë ndaj betejë, po luftën e fitum dhe ata e fitum bashkë me natën. Po kthehemi pak te kjo pjesa që e tha si ka mundësi që një djalë i pa eduku në aspektin ushtarak me armë i udhëheq një njësi speciale. Pak nëse patëm zotin Shollaku që kishte një përvojë një bagazh. Po du me shtjellu. Neve jemi ndërtu në bazën e besimit dhe kërkesës për liri. Dhe ndërtimi UÇK-s ka qenë një ndërtim definitivisht jo në vitin 98, po nga viti 81, sepse i kam parapri shumë ka uza për para. Dhe vazhdimisht kemi kërku që të kemi e pror të pregaditun, e pror me profesion ushtarak që të na komandojnë dhe udhëheqin. Në ushtri, qoftë gorile, qoftë ushtri të rregullta, janë 3 elemente kryesore. E para është operativa, e dyta është ndërlidhja, kur ti ke mundësi domethënë me pas në komunikimin, dhe e treta është komandimi udhëheqja. Kur i ke këto trija, nuk ka rëndësi pastaj ti ai ke tanket, ai ke avionet, ai ke pushtat, ato i gjen. Kur e ke ndërlidhjen, e ke komunikimin, po mendoj komandimin udhëheqjen, atëherë ti e ke misionin vetëm ke me zgjeru aktivitetin. Po përkundër asaj që neve oficerat pak keqardhje, ka pas mesin ton që ka pas oficera me provojë, si është Agim Qeku e shumë të tjerë, mirë po në periudhën e asaj kohë që ne jemi lutë, nuk kemi pas, dhe ne kemi ndërtu që kënë me ata njerë që i kemi pas. Me këto trajnime që i kemi zhvillu, me besimin e madh që e kanë tregu njerëzit, për shembull kam qenë në Shqipëri 14 herë veç me shku me marr armë dhe me sjell armë për furnizimin e UÇK-s. Dhe nga këto aktivitete filloi njerëzit me të besu. Nga betejat që i kemi zhvillu për shembull ne nëpër Kosovë, atëherë ka ardhur deri te momenti që më marr një vendim shtapi i përgjithshëm Raman Rama, Enver Oruqi kanë qenë bashkë dhe ma kanë dhënë përgjegjësi në moshën 23 vjeçare me udhëheq një njësi që ka qenë goxha me përgjegjësi të madhe, sepse kur ta besojnë për shembull ty familja një djalë të vetin 20 vjeç, ti pavarësisht përgjegjësive që ke, pavarësisht misionit që ke, ti do të mendosh domethënë që nëse çaj djalë vritet, ti ka marr baba i vet mas lutem me thonë, "Bekembre, pa me ty keq qysh ajo vrahet ti sovrave." Dhe kjo më ka shty vazhdimisht, më ia dhon një shembull gjithë ushtarëve që asnjëherë nuk e kam thonë shkonin betejë. Eja pas meje. Eja shkojnë bashkë, ose në momente caktuara kur kanë qenë të momente që u dash mundon nëpër skuadra, kanë marrë përgjegjësitë komandant e skuadrave. Kështu që guerilja e UÇK-s është një shembull i pashoq në botë, pavarësisht këtyre detajeve që mund të llogarisë domethënë të izoluar se nganjëherë edhe në familje mund me pas ndaj pak kënaqësi, unë e vlerësoj që gjeneratat që vinë duhet ta respektojnë këtë luftë të drejtë, këtë luftë që për herë të parë, edhe pse i humbi ndonjë betejë, luftën e fitoi, ne jemi të lirë sot, fal gjaku derdhën të gjithë dëshmorëve, fal kontributit të ushtarëve që sot janë pa kohë me pa dorë, pjesa tjetër domethënë që kanë sakrifiku mjaft për këtë liri. Zoti Shyti prapë unë po insistoj, ma jep një nga sigurisht që luftë ishte e gjatë, për ju që ishte të involuar drejt për drejt, duke pasur parasysh rrethanat, thatë 14 herë keni shkuar në Shqipëri për të bartë armë. Cili është momenti më i vështirë, qoftë edhe kur keni humbur shok? Momenti më i vështirë është kur ti e ke dikën domethënë afër vetes
sa e ke për zemër, e ke mision, edhe në një moment dëgjon të shtëna, edhe ai shtetet në troptonin. Edhe ajo tash mu më ka ndodhë, edhe është mjaft e vështirë. Është mjaft e rëndë, sepse përkundër që ndoshta në moment caktun e xhelozoj që s'jam vendin e tij sot, se më mirë sot më qenë dëshmor se sa me ndëgju do marraqe që po ndodhin sot në Kosovë, sepse ata nuk do të vesin kurrë. Unë e ti mundu me gabu dhe i gjithë kontributi mundet me shkuhuq. Ndërsa kontributi i Ademi Jasharit, i Adnan Shytit, i Bejkem Berishit, i Filmellah Droftit, i Zahir Pajazitit, kontributi i gjithë dëshmorëve duhet ngritet në pjedestarin më të lartë që ekziston, sepse ata bashkë me NATO-n e bën lirin. Dhe kur e thu se çfarë momentet vështira, sa i përket do më thonë gjithë lufta është e vështirë. Po ta thash se momentet më vështira janë kur ballafaqohesh do më thonë me pjesën e komunitetit, me civilet. Ato është ajo ndjenja sepse ty në momente caktuara ti kanë vu për shembull civil të barikadë. Ti u dash me shku për shembull me hjek minat që ja ke vendos armikut për mos me shkel qytetar tu. Ajo ka qenë për shembull momenti ndoshta më i vështirë në një moment në Shlan që më ka ndodhur. Ne kemi vu kurthat për armikun, ata kanë hasë disa herë në to, kur e kanë pa që nuk po mundën me hy fare në kazerme në njësi speciale, kanë vu edhe barikada që të shohim sa ata e kanë ditë që na po i përcjellin. Nga përcjellja jona ata vazhdimisht kanë rënë në kurthat tona. Edhe u dash me intervenu, edhe mu fshej qatu për qatu, sepse s'ke pas mundësi, s'ke pas hapësirë, s'ke pas kohë mu largu dhe me thonë nga i pozicion, vetëm që mos të ndodhë diçka njerëzve civil. Sigurisht, kur flasim për momentet e vështira, unë i di, se kemi biseduar disa herë. Po ka dhe momente kur, tham kushtimisht, keni qesh, mos të jemi njerë këtu. Na nuk kemi qenë betejë 24 orë. Na kemi flet, kemi hangër, kemi pi, na kemi zhvillu jetë. Interesant, sigurisht. Bili është një interesant, Qamili është një prej personelit juj këto që punon në RTK, edhe në atë ku ka qenë aktor, Tali edhe Qamili kanë qenë dy aktor në kuadrët njësisë dhe kur e shifshim që ka ra morali dhe të qytetarët, po dhe të ushtarët, veç e marshin dy prokulica ja fëshin me zveti, i marshin nga komuniteti edhe e zhvillojshin dhe me thonë një ceremoni që ishte një këthemi një buzëqeshe dhe me thonë për komunitetin edhe për qytetarë që ata i llogaritën gjithë kohën që humbum, na kanë ndjek shtëpit, vetëm po e presën momentin kur me ikë në Malzi ose në Shqipni ose në Maqedoni, edhe tash ajo buzëqeshe kur ja fshifsha në njerëz nga backgroundi, e kuptoja që po e bëjmë edhe një moment të mirë dhe me thonë për qytetarët. Që normal që kemi buzëqesh, normal që kemi festu ditëlindje, normal që kemi ba humoret ndryshme, nga njerë humoret zeza, po kjo ka qenë jeta. Falenderoj shumë që gjete kohë dhe mundësi për të ecur për këto historinë, për këto kujtime që janë të paharrueshme, sidomos për ju që keni qenë të involuar dhe faleminderit për kontributin që keni dhënë. Faleminderit për ftesën dhe urime të gjithë televizionistët që na ndjekun, të gjithë anën banë botës ku ka shqiptar dhe urime edhe një herë epopeja e cila për mua dhe për gjithë shqiptarët ish dashur të jetë një datë historike, kthesë historike për ne. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të nderuar shikues të televizionit publik të Kosovës, kështu po e përfundojmë këtë emision special dedikuar atyre që dhanë gjithçka nga vetja, vetëm që Kosova të jetë e lirë. Ka kjo studio ju përshëndes me një mesazh nga rilindësi Sami Frashëri. Liria është thelbi i shpirtit dhe i mendjes. Aty ku s'ka liri, mendja dhe shpirti bahen si bima pa ujë. Natën e mirë. Shkëmbit, Qicavicës, keshtat zemrata, sem Galicës. Qo ushton një këng Lugines bashk me Kris
partin thot Pas Shabanin 100 vjet ma Rujt e pragun 100 vjet ma Rujt e nerin t'kam si Hamsën e Ademin është luftari I trungut Shqipës Vjen Pregazi, vjen Lausha Narin Dana, narin Pusha Vjen Buroja Ashareva Bushke male plota deva Një flamur po vjen ka vlora Kush në qosin për një topa Hamsja Shari Resja dritës tjel mbi kullat E drenicë Këtu rrin bashk dy kratë e Shqipës